أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجوه 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 سفري كوبرة زجوه 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 أضم برجة فالو 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 نمازي أجدريد فالو 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 مزمر شبيد فالو 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 نمازي أجدريد. Të nderuar, selam aleikum. Sot vazhdojmë me një mysafir tjetër në emisionin ton Për Frim, edicioni special për muajin e bekuar të Ramazanit. E kemi hoxhën e nderuar Zekit Çerkezi. Mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirëmëngjes mëson. Për sot e kena zgjedhur një temë respektimi i prindërve. Prandaj një hyrje hoxh. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala. E falenderojmë Allahun fuqiplot për gjitha nimetet, begatitë që na ka dhënë. Falenderojmë Allahun që na ka mundsuar me arrit këtë muaj të bekum, muaj të bereqetit, të rahmetit. E keni zgjedh pastaj dërgojmë salavate mbi të dërguarin Muhammedin, bulën e pejgamberisë, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij, gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij. Dhe pastaj them se e keni zgjedh në temë e cila është poshtë në jurisprudencën islame, në etikën islame, në bontonin islam. Ajo është raporti i ndërnjerëzor prind me fëmijë. Po. Do të thonë Islami dhe raportet ndërnjerëzore dhe ndërfamiljare. Islami prej këto shpesh edhe alimat e kanë thënë këtë ajet, për cilin ajet është ardhur në Jahudini që fut i Medinës te Umeri, kur ka qenë Umeri halife, ka thonë ju e keni një ajet, po ta kishmi pasur në Tevrat, ditën kur është shpall ai ajet, e kishmi festu, e kishmi trajtu si një fest të madh, si një bajram të madh. Umeri pyet cili është ai ajet? Ka thonë ajete el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot jo përsosa juve fen, e të mëmë të e bona tamam, dhuntim, begatin time ndaj jush, dhe jam i knaqën, razi, në dëgjëm fjallë razi, më raditu, jam razi, jam i knaqën, që iso me qenë feja juaj. O, ka thonë, Omer radhiyallahu anhu, po e di, jo, kur është shpallë, po dhe e vendin, edhe datën, edhe qëfar ibadeti kemi qenë. Kemi qenë në Arafat, në Haxhin Lam të Mirës, pejgamberit a.s. Pra, ditën e 9 Dhul Hijje, edhe atë ditë ju ka shpall ky ajet. Pse ka vlerë të madhe, çdo ajet ka vlerë të madhe pa kurrë dyshimi, por me këto po na tregon Allahu fuqiplot se e ka rumbullaksu, edhe po thotë se e fen, shpalljen e ka përsos, e përsoshmira s'ka nënkupton, përsoshmira nënkupton që nuk ka mangësi. Gjithçka ka përsos. Kjo e para, e dyta, kur Islami tregon dispozita ka, rregulla ka, për çështje, për dikant mund me qenë të vogla, ndoshta jo të rëndësishme, shembull, kur kanë ardhur disa prej zjarrpotisëve prej Persisë te Resulullah alayhi salatu wassalam, kanë qëndru 2-3 ditë, ose ma tepër, ose ma pak, edhe çka themu në prej këtij rasti, edhe tash vlen ky, gjithmonë ka vlen ky. Kur je besimtar, kur je i xhamisë, kur je i sunetit, ty asmenda nuk të shkon, ty të inqizojnë anash, prej shitores, prej kafeteris, drejtare, ty shë rrugës të ecë, prej automjetit të jenë automjet si po sillesh, edhe të vlerësojnë, në bazë të asaj, japim vlerësime, qoftë pozitive, qoftë negative, në barët për sjelljeve tua. Edhe këta e kam pyet Selman Farisiun, nahnu nara ana sahibukum hadha yuallimukum kulli shay. Hatta el khala. Na po shumë se ky hoxha juv, ky mësuesi juv për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, diçka po ju mëson edhe qysh shkohet në toalet. Dhe i tregon rregullat, po na mëson se ka peshë të madhe, ka rëndësi të madhe, priksona mvaret se edhe qysh nevojën fiziologjike e kryen, mundohet ti mendon ki abdes, nuk i abdes, te na është e rëndësishme, por nuk ma merr mendja se ka kështu rregulla edhe para toaletit edhe mbrana,
që ndoni boton tregon se si me usjell përveç se Islami. Dhe ishta me thunë, kur për këto gjana ka regula, ka dispozita në Islam, aq ma par ka për raportin ndërnjerëzore. Sepse shumë alima thonë, janë dy shkaqe madhore për cilat Allahu ka dërgu pejgamber edhe ka zbrit libra. Ato janë me u përmirësu, me u regullu besimin, akiden e shëndoshme pas, edhe me i vllazëru njerëzit. Përgjithsi. E sidomos kjo vlen për antar të familjes. Edhe akoma ma tepër vlen për raportin prind edhe fëmijë, evlad. Sepse pas Allah subhanahu wa taala, sebeb shkak që na me qenë në këtë botë janë prind pa kur fat dyshimi. Edhe Allah fuqiplot i ka mënyrë shumë precize në të emat imta ka hy kur i tregon edhe i trajton ato raportet cilat duhet të jenë mes njerëzën përgjithësi edhe mes prindve edhe evladve në veçanti. Ka regula, ndoshta dikujna nuk i shkon mendja, jo në regula, mirë po, Islami gjithmonë synon, tenton me arte përsosmëria e moralit. Do të në gjithë shka, Allah është i përsosun. Çka të vjen prej Allahut, është i përsosun. Emrat e ti janë më të bukura, betit e ti janë të përsosura, veprat e ti janë të përsosura, fjalët e ti janë përsosura, feja e ti është të përsosur. Edhe neve në nxit që kur të kryjmë një punë, sa ma tepër me mujt me përsos, me përkry. Edhe pa kur farë dyshimi se peshtë madhe ka morali. Për shkak i ka regullu edhe raportet ndër njerëzore edhe ndër familjare. Para me ndo, nuk ka në asë, nuk më merë mendja asë një civilizim, nuk ta trejton detoj matë imta, kur don me hy një person i cili nuk është antar i familjes, kur don me hy në një familje, si duhet të sillet. Ka precis shumë detoj matë imta, tregon se nuk lejohet kërkimi i lejes për me hy mrana, ma tepër se 3 herë. Në kupton, nuk i leje ti me hy, shtëpia të huja pa kërku leje. Edhe ato 3 herë, qoftë me trokit, qoftë zilës. Herën e 4 nuk i drejt. Plus, shkon edhe në detej halomat e imt. Kur rinë ti, ose troket nder, ose i bjen zilës, e ta shje derën e ki kështu, nuk lejohet përballë derës me qëndruti. Sepse kur të hapët dera, ti mundesh me pa çka ka mbrenda, e privatësia është e shenjtë në Islam. La takifu tilka al-bab, mos qëndroni përballë derës, lakin khudhu rukn al-ayman am al-aysar, por merrni anën e djathtë ose të majt. Po edhe mbranda pastaj shkon edhe një hap ma tutje, nuk guxon tash evlat, fëmia të prindve të hynë në dhomë të prindve pa kërku leje. Nëse janë para pubertetit në 3 raste, para namazit sabat, pas namazit drekës, pas me ajet kuranor, edhe pas namazit jatsis. Hoq, babe kom, none kom. Ose në të 2 prind, në dhomë të fjetes, nuk i drejt me hy pa kërku leje. Këto 3 kona. Nëse është fëmi, nëse është i rritun, 24 orë nuk ka drejt me hy. Kjo e ruan atë privatsin edhe atë afërsin. Edhe eliminon edhe ato traumat ma të vogla. Pastaj Allahu në një mënyrë të mrekullueshme edhe na tregon se si duhet të sillet evladi ndaj prindve të tij. Po. Si rregullon hoxh Islami raportin prindër-fëmijë? Ka shumë ajete edhe ka shumë hadithe të cilat na sqarojnë, na shpjegojnë, na këshillojnë se si duhet të sillemi me prind. Allahu fuqiplot pas adhurimit të tij më njëherë në radhë të dytë e bjen respektimin ndaj prindve. Një prej ajeteve thot Allahu fuqiplot: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Edhe qada urdhër i prerë, cilin nuk ka mundësi me u diskutu, nuk ka mundësi me u kontestu, nuk ka mundësi me u refuzu prej besimtarëve mos me u pranu, që mos me adhuru asken tjetër, mos me bu ibadet vetëm se Allahut. Edhe më njëherë
respekt maksimal ndaj prindve. Pastaj shkon edhe hala në detaje. Imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma. Nëse arrin pleqërin, ti duke qenë gjallë, prezencë tone, njëri për prindve ose të dytë, fela taqul lahuma uf, as mos thuj si shenjë mos respekti. Me lodhe. Apo kësisoj? Po, në atë mënyrë. Mirë po, kjo shkon në halon në detaj matë imt, edhe nëse nuk flet, nuk e thu me gjuhë ka kërku diçka prej teje, ja ke kthy shpinën, nuk po ta shef ftyrën, po me zemrën në vete nuk lejohet me thonë ku e gjeti tash. Ma prishi rahat lëkun e këto. Por me buzëqeshje, me plot kënaqësi që Allah ta ka dhënë atë mundësi që prind me arrit pleqërin të këte, është një mundësi shumë madhështore për me fitu të sevape. Pra, alimat thonë, si shenë ma e ullët e mos respektimit, është, si shprejt e mos respektim, kur thoni, për shkak nuk mund është as kund me gjetë, as një ajet, as një hadith. Shemull që thot, nuk lejohet e vladi me e grushtu prindin. Nuk lejohet e vladi me pështy prindin. Nuk lejohet e vladi, diçka me i damtu. Me sha prindri. Me sha, ose. Se nuk përmenden. Po kur e ka përmend këtë matë ullëtën, as ma par vlen për këto matë naltat, matë vështit, s'ka nevoj ma ato, nuk ka nevoj diskutohet, as nuk diskutohet. Kishte qenë diçka, do një mundësi e shprejse mos respektim dhe e prindve me ullët, pa kur farë dyshime Allah ato e kishë shprej. Po nuk ka kur shkon nër këto. Kjo e para. E dyta, kur mos mi thonë kur i rahat, kur lyp diçka normal, kur nuk të mërzit, edhe kibere po thot, pleqërin kur arin, se kur është njeriu në pleqëri, mundodh plaku, nona plak, ose baba plak, një qashtje 10 herë ta përsërit, ose të nejtën gjatë ta lyp 10 herë, ose te ki kry një pun, pa i mendon që se ki kry, ka haru, nuk din, edhe mundët me arë të nervoza, ose drejt për drejt të bën pa drejtësi diçka, të damton diçka. Në këtë rrethon nuk mundsh me thonë nuk lejohet. Se kur je rahat s'ki nevojë me thonë kur gjithçka normale. Kur gjë nuk thu. Po kur edhe për një me nervozon. Më thonë, e drejtë është në anën tonë. Pa dyshim, po, bravo. E drejtë është në anën tonë. Në këtë rrethon s'ki drejt me thonë Nuk me afton, wala tenherhuma, as mos u bon arrogant, i vrash ndaj tyre. Ve kullehuma qawlan kerima. Edhe thuj aty në fjalë të buta. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se mund është s'peshprehi mlefin, s'peshprehi mos durimin me fjalë, s'po foli, po hesht. As kjo nuk lejohet. As me thonë në zero, minus jo se jo, pas zero nuk lejohet. Dush me dalë në plus, pozitiv, me buzëqeshje, me fjallë të mira, të ambla. Këtë rrethon nevojitet, se jo e kthen shpinën rol, nuk po i bërtas, nuk po ja kthej fjallën, po e kryj çka po kërkon prej meje, po mrana po vloj. Edhe këto si po e shprej, me heshte po e shprej këto. Nuk lejohet as kjo. Sepse prindi është prind. Ajo është që ka thëmë po përsëris, pas Allah subhanu wa ta'ala, sebeb që jem na në këtë dynja. Qysh nuk e ndan Allah subhanu wa ta'ala. Thot në sure Lukman, wasajna l'insan bi walidejhi, hamalethu ummuhu wahnen ala wahn, wa fisaluhu fi amein. Edhe e kena këshilu, e kena urdhru, me këshil e kena urdhru njeriun, insanin, përgjithsi njeriun, me prind me pas sjellje të mirë. Nana, tash po kalon të nana. Ajo, në shtatzani, e ka kalu shtatzanin, vështërsi pas vështërsis. Ndarja tash pas shtatzanis, ndarja për gjithënis 2 vite, edhe tash po vazhdon. Eni shkurli wa li walidejk, i lejën mesir. Eni shkurli wa li walidejk. Mu më falendërë, mu më bën shukër edhe lidhse.
Përndaj fol me thonë pastaj. Mu më falenderon pastaj prindve, jo. Mu më falenderon edhe prind falenderoj. Edhe. Do me thonë të madhe, alimat të tefsirit, edhe këtë detaj të imt e kanë cek, e kanë punëtitu shumë qartë. Kjo ka mesazh të madh ka. Pra mu më falenderon, e në shkur li validej. Mu më falenderon edhe prindet i falenderon. Të unë e keni me u këthy. Në anën e ceku ajeti, Buhariu e Muslimit, thot Ebu Hurajra është i regjistruar te Buhariu e Muslimi, erdh një prej sahabeve edhe po e pyet, ja Resulallah, men ahakku min an-nas bi husni suhbe. Nuk po thot bir, suhbe, shoqërim, afrim. Kush prej njerëzve meriton me pas shoqërim më të mirë? Kush prej njerëzve, me kënd prej njerëzve duhet une me pas respekt maksimal? A thonë umuk, nana. Kuptum nana. Thu me men, po pasaj kush pas nanës? Umuk, për herë dytë nana. Thu me men, për herë tretë po e pyet. Umuk, thu me men, e buk, po edna, po edna. Kasëm tjetër, baba e katërit pasaj më afërm edhe më ajafërm. Alimat e kanë dhonë komentin e këtij hadithi se 3 herë nana e tek për herë të 4 baba, sepse thonë 3 përjetimet të cilat i ka nana nuk mund t'i ketë baba. Shtatzania, lindja dhe gjithënia. Lindja lind sekond, mirë po ka dhimbje të atashme. Leu mitu, thot Merjemja, atë kisha vdek, unë të nësjen mensia, të kisha qenë e harume, pse ka qenë dhimbje të atashme ka pas. Po, sabri, këtu pas jetë se ka rastin e Merjemës, sabri, bon sabër, dhe s'ka ditë s'ka po vjen masani, bon sabër pak, prit pak, kush po vjen Isa a.s. masani. Njeri shumë i madh, prej ulul azëm, prej 5 njerëz më të mëdhenj histori krejt njerëzimit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahimi, Nuhi, Isa edhe Musa, alayhi salam ajma'in. Ka 5 dallon, pejgamber dallon për këtë njerëzve, mesin e pejgamberëve dallon edhe këta 5. Njëri prej këtyre ti po e lind ato. Mirë po, tu potencion në këtë ajet, do në me tregu Allahu të rëthorazi se gjatë lindjes nanat kanë dhimbje shumë të mdhaja. Këto edhe me desh babas mund të me i pas. Për me çuditshme qysh po munon të një kohë, edhe sa po shkon koha, po trumbetojnë ma tepër, po munon dzezës me thonë e bardhë. Mundët me lind babas, mundët me qenë prind 1, prind 2, mundët. Pa tjetër duhet me pas prind bab edhe nan. Për shkak e ka veçu pra tham, nanën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë hadith, Buhariu Muslimi transmetojnë. Është hadith sahih, autentik, sepse babas mund me qenë me metë shtatzan. Babas mund me lind. Babas mund me dhunë gji. Këto 3 përjetimet ka vetëm nana. E kam pyet një sahabe, kush ka qenë haqë e din, sidomos trekanshi Mina, Arafat, Muzdelife. Po di tash 5-6 kilometra, ndoshta bojnë. Thot një sahabe, ja Resulallah, e kom bo haqin në kamp. Pa dyshim se ka vlerë. është pa tjetër, po ka vlerë, nëse nuk e damton shëndetin. Mirë po është edhe një tjetër qartë. Qka është? Nanën e kom pas më shume, s'ka mujtë me ecë. Krejt këtë, atë qka e kom bo, këtë ecjen kom, e kom pas në shpinë duke bajt nanën. A kom pagu hakun tem ndaj nanës. Përgjigjet e Resulullah, a.s. Vetëm një goditje të cilën ja kish kaktu, sa të ka pas në bark, vetëm ato se ki pagu. Kurën me të rjep. Ta shko blen për të 2 prind. Kurën me të rjep. Edhe me thonë, bab, non, mos shkel, po e shtrujt kurën time, mirë kurën tim shkel. Nuk del hakut, babës edhe non. Këto në mëson Islami, kështu duhet me pas respekt maksimal ndaj prindve. Kjo është urdhër, kjo nuk diskutohet.
por edhe ti përfiton pastaj, pa kur farë dyshimi. Hoxha, në çfarë shkallë duhet të jetë përurësia ndaj prindërve? Vetëm so e cekëm pak, po do të vazhdojmë edhe matutje duke pas parasysh shembujt e të parëve tonë të mirë, po edhe para islamit, sesion sjell edhe e marrim vesh e kuptojmë se çfarë shkallë duhet të jetë, ato që do t'i tregoj nuk janë diçka jashtëzakonshme, janë të jashtëzakonshme nga kjo perspektive ynia, sepse shumë larg jem këtyre gjanave, këtyre ndjenjave, i bontoni mbrana familja. Për fat keq, deshtë më nuk deshtë me pranu, kjo është realiteti. Por elhamdulillah, hala ka, do shta ju në atë shkallë, mirë po te muslimant, besimtar, praktikant të fes, kjo është nivel, elhamdulillah, jo sa duhet, sa keme dalë para Allahut, Allah e vlerëson. Po nuk është sikur ata, evident është kjo, cilët nuk janë në islam. Po nuk shihen me ditë, me javë, po mendoj jo muslimant, tash këto nuk mundu me marrë na shembull edhe me mundu me imitu ata. Po na duhet me imitu, tash do të shohim shembujt cilat do të vijojnë. E ceka ajetin në fillim, o kada rabbuke, la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Bil walidayni ihsana. Allah ka pre urdhër prerë, po i drejtohet. Ima jeblugen indeke, nëse arrim plesin të ti, kujna po i drejtohet. Muhammed a.s. në këtë ajet. Ky ajet është shpall në Medinë. Muhammed a.s. si fëmi, babën se ka po, kur ka qenë bak nonës vetë ka vdek baba, si 6 vjeçar ka vdek nona, prej 6 vjeç, pra këtu, ky ajet Allah alem, dikun 40-50 vjet, 45 vjet, pas vdekjes prindve, ju ka shpall. Se po i drejtohet Allahu, ti dush me respektu prind, kur nuk ka prind. Përmes Muhammed a.s. neve po na urdhron Allah. Ka pas prind. Edhe po i thot atë fjalë, që nëse arrim pleqërin, e cekëm as u mos me cek. Mos me shqiptu, edhe pa e shqiptu. Mos pajtueshmëri, mos ndëgjueshmëri, mos respekt, as mbranda në zemër nuk guzon me pas. E dim hadithin Buhariu Muslimi transmeton, men kane qablekum, thot ata cilët kanë qenë para jush, 3 vetë cilët kanë dalë në udhëtim, edhe kanë zonë nata, ka transmetimi edhe ka fillu me rashi, kanë hynë në shpel me ustrehu, edhe me pushu. Por, Allah ka desht, ka ra një ras e madhe e gurit, edhe e ka mbyll hyrjen e shpelës. Kanë mundu me largu, s'kan pas fuqi me largu. Pra janë nguju, kanë met. Njenit prej këtyne 3-ve, një propozim thot e komune. Ka është ajo? Ti lutemi Allahut, subhanu wa ta'ala, me veprat të sinqertat, cilat veprat na kujtojnë kemi bu vetëm për hir të Allahut. Edhe Allah përmes veprave tona me na hap derën edhe dalim prej shpellës. Nuk po i ceku të 3 vetëm të parin. Thot, o Allah, ti e din se unë e kom pas prind. Edhe kom pas dele. O Allah, kur, as një dit, nuk e kom këthy principin, kur jom këthy, i kam mjel delet, shumështin njëherë prindve e kom dhunë pasaj fëmive. Kur se kom këthy këtë regull. Por një dit, nuk e kërku kullosa, pak shkova ma largë. I sa shkova dhe u ktheva, u vonova. Kur erdha, kishte kaplu ersira dhe prind ishin në gjumë. Une i kam jel edhe tasat ndorë me qumsht. Kur erdha, ata po flajnë. Ndërsa fëmija po qojnë, janë urit, po kërkojnë qumsht. Tash une isha në dilemë. Më i dhonë fëmive, me thuj principin, a me prit me u zgju prind. Se edhe kështu po më dhimen me i zgju. Edhe ka vendos me prit, deri sot zgju. Edhe tek mund gjenë si jo në zgju, kë qut, fëmija duke qajt, edhe po pret me tasat të qumshtit në do. Do Allah nëse kombo këto për hir tondin, në hap daljen prej kësaj shpele. Edhe ka lëviz guri, po jo mjaftushëm për me dalë. Pra mendo këtë gjest.
Po e shumë se çfarë deri ku shkon Po, respektimi respekti ndaj. prindve. Ebu Hurajra radiallahu an, kur nuk ka dal pa u lajmëru nanës së vet. O Allah, o nan, a je mirë. O Allah, mëshiroje nanën time. Ashtu qysh më ka mëshiru kur kam qenë fëmijë. Në çka po aludon? Po aludon në ajetin vijus që tham në sura Al-Isra, ku Allah thot: "O qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana." Vazhdon pasaj edhe tham fund wa qul lahum qawlan karima, thuaj aty në fjalë të buta, fjalë të cilat japin harmoni, lumturi, e disponojnë. Edhe vazhdon pas ajeti: "Wahfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma." Lëshoje krahun ton të për ulësis nga mëshira ndaj tyre, me kur Rabbi irhamhuma kema rabbayani sagira. Edhe thuj bon dua, pra dhe po na urdhon Allahu, me kul thuj bon dua. Do ta shumë duan. Njerë çka po thot, para mendo gjenah është krahu, me pas na krah, si kur shpes, edhe me lëshu krahun e për ulësis ndaj prindve. Minë rahmë prej mëshirës. Krejt poshtë duhet me ra për prind. Krejt poshtë bim. E lëshoj me pas mundësi, s'ka se ka tra, s'ka ka thonë, edhe lkurën me rjep që shkel për mi lkurë time, o babë, o nanë. E kjo duhet jetë prej minë rahme, prej mëshirës ndaj tyre. Për kull edhe thuj, Rabbi irhamhuma, bon dua, o Zot, mëshiroj ata, kema rabbayani sagira, ashtu qysh më kanë eduku, më kanë rrit, më kanë mëshiru, kur kam qenë i vogël. Pra edhe po e thotë Ebu Hurajra, duke aludu në këtë ajet, në naime Allahu të mëshiroft për atë edukat të cilën ma ke thonë edhe më ke mëshiru kur kam qenë i vogël. Po kane birren walidej, cekët, në moment e cekë Allah në Kuran për Jahjan a.s. Kur nuk ka dalë për shtëpis, pa e përshëndet prind, dhe kur nuk ka shku me fet, pra pa i përshëndet prind me puthje në balë. Kjo do me thonë e madhe, me i puth në balë, me i përqaf prind. Kjo do me thonë e të madhe. Kjo i jep atë harmoni, atë disponim prindve. Më kujtohet Allah më shëroft azën tim, për një plak të regojke, janë taku 2 vetë, këj plaku me një 3, edhe po e pyt këj plaku, po thot, si ki prind, ajo në mirë elhamda, apo i ushqen, tash është tonë qysh, ka mërë qysh, bashkë jem që ka honë, edhe ata honë, bashkë, thot nuk më kuptove, nuk është këj ushqim për që ka të pyta, kjo ka ndodhë të na. Ushqimi i ti për prind është babë, non, a i një qumë, a i një mirë, si keni fjetë, a keni mujë për diqka, a keni do një dhimbje, a do një dikun me ju qu. Interesim për gjithë shumë me i tregu, për prind, kjo është ushqim. Me këto e ushqim prindin. Pa ma parasysh, që ka ham prej haja edhe pije, që ka është. Kjo është ushqimi ma kryesor. Kjo është aj disponimi cilin ja jep prindve. I kam pyet Aliun radiallahu an, si sillet me ty Hasani, biri yt. Ka tregu 3 veti. Ka thonë, kur të ecim rrugës bashk, nëse ecim ditën, a i ec mrapa meje. Nëse ecim natën, errësirë, a i ec para meje. Pse ditën mrapa, mos me dalë para babës. Pse natën errësirë për para, nëse ka ndo një grop, ka ndo një gurë ose diçka, unë të lëndona, jo baba jam. Kjo e para. E dyta, gjatë ngrënies ushqimit, kuptohet çdo njeri preferon doni ushqim, diçka ka ma tepër që e don. Nëse ka qenë në sofën doni ushqim të cilën e du, ai e ka vrejt Aliu. Po bot kishe po han, dhe të ngitë se mos me hargju, o tutë se nëse edhe unë e ha, ndoshta nuk i jetë babës. Ai let ngihet njerë, pastaj kur e shoh se u ngi, unë e çater filloj me hungër. Po vetëm e ka zgjuar dorën, kishe po merr diçka ose pak diçka ka marr. Edhe kur kena qenë bashk, nëse kam qenë une poshtë, ai kur nuk ka hyrë në terasë, në shtëpi.
mos me qenë për mi meje. Kështu selefi e kam pas këtë, ka shumë shembuj. Shembull edhe një prej selefit, prej të batabinve, po e njek, po munot me nëzon akrepin, e dim akrepi është një marimbang shumë e rrezikshme, e ka helmin shumë trond, edhe të e mundu me nëzon, thot hyni në një plasaritje në një vrim të vogël në mur. Dhe ky e ka shti dorën me mbyll ato, atë vrim, dhe ka kafshu akrepi. Pse bune këto? U tuta ma vonë mos po del, e nonën e kom plak, është duke fjet, mos po e kafshon në gjumë. Mu letëm kafshon ju nonën time. Kështu kanë qenë atat parë tonë, me këta shembuj, kështu duhet të jetë edhe kush i ka gjallë, sila e ti ndaj prindve. Por nuk është ta mund ndërlidhësh, ne që si kemi prindërin gjallë. Sot deshtë edhe këto me cikë, se islami, tham, po këthejmë fillim, feje për sosun. Nuk ka udhkryq, po du me thonë simbolikisht, nuk ka moment në jetën njeriu që të thot, tash si të veproj, pa marrë parasysh në çka është pyetje, pa marrë parasysh në cilën fushë të jetës. Por gjithçka ka zgjidhje edhe ato optimale. Shumë thjesht pse optimale? Sepse nuk mundet askush me tonë zgjidhje më mirë se Allahu. Allah na ka kriju edhe Allah e din shumë më mirë se na çka është e dobishme për neve edhe çka është e dëmshme. Pra edhe këto e ka para pa. Bojmë dua për prind. Duaja për prind cilët kanë vdek, ka përparësi, që thot Uthejmin rahimullah, ndaj krejt ibadeteve tjera. Pse e ka argumentin e hadithi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in kata amel ibn Ademin ila mat illa min thalathin. Sadakatun jarje, ilmun nafi yuntafa bih, waladun salihun yad'u lah. Kur vdes njeriu i ndërpripten veprat, gjithsesi aludohet këto dy mela që s'ka e dim, të cilat regjistrojnë çdo vepër tonë edhe çdo fjalë. E djathta, në anën e djathtë, veprat e mira, e lusë Allahun që sa ma tepër me angazhu këtë melaçe, në krahun e majt i regjistron fjalët të cilat Allah nuk i don, edhe veprat të cilat Allah i uren, të ndaluarat. E lusë Allahun që sa ma pak me angazhu këtë melaçe. Deri sa vdes. Kur vdes njeriu mbyllet ky libër. Edhe përjashtim janë këta tre persona. Kalimthi, i pari, kush kalon një sadaka rrjedhse, i dyti, kush kalon një ilm, një dije të dobishme për njerëzimin, jo vlen për çështjet fesë, jo për shkenca tjera. Edhe e treta, që ka hyrë në temën tonë, waladun salihun yad'u lah, evlad i hajrit, i cili bën dua për prindin e vet, i cili ka vdek. Pra, thot Uthejmin rahimullah, Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka veçu duan prej krejt ibadeteve tjera. Sa ma tepër me bo dua, me gjuhën tone, thjesht çka të flet. Si duhet me bo? O Allah, shembull konkret, thjesht, krejt thjesht. O Allah, mëshiroje babën tim, nanën time. O Allah, zgjeroje varrin. O Allah, ndriçoje varrin. O Allah, bënja varrin bashkë prej bashkëve të xhenetit. O Allah, mos e bë varrin e tyre humne për humnerave të xhenemit. Falja mëkatet. O Allah, mbroje prej dënimit të varrit. O Allah, falja mëkatet. O Allah, mundsoja me u ringjall faqebardh. O Allah, mundsoja me lehtësi me kalu ditën e llogarisë. Edhe përfundimisht o Allah bone banor të xhenetit Firdausil Ala. Pa llogaridhënie. Edhe pa dënim. Thjesht. Pastaj është edhe me hadith tjetër, edhe sadaka me dhonë, për prind, këto po e shfrytëzoj rastin, për fat keq, shumë gjana bëhen në emër të islamit, nuk kanë lidhje me islam, absolut. Edhe bile ndodh janë në kundërshtim me dispozitat islame. Une s'po du me përgjithsu, nuk po du me përgjithsu. Mirë po, këtë mesazh po e kuptoj. Në islam rrepsisht është ndaluar me investu në vareza. Shkojnë e bojnë me mermera, me lloj-lloj, për fat keq edhe figura ka, edhe vizatojnë e kështu me radhë, harxojnë. Nuk mjafton me thonë pa nevojë. Mëkatar
është dro e madhe që mëkati i shkon edhe atina i cili është në barë prindit. Se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ka vdek Ebu Seleme, hadithi është sahih, kam fillu me qajt, me vajtu, edhe ka hyj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka pas syt hapur, i ka pas, që ka mbyll syt. Kjo është akti i parë, kuptohet edhe për prind pra, nëse je prezent, nëse i ka syt hapur, thot duhet me i mbyll, sepse shqisimi syve e përcjell daljen e shpirtit. Pra shpirti është trup, ama në nuk kem mundësi me pa atë trup, vetëm në a sekund, a milisekund, Allahu alem, në moment e krejt fundit të jetës, e shohim edhe përcjellëm me shqicim. Te nën trup është, po nuk e shohim. Allah kështu ka desht. Edhe ju thot pastaj ju drejtohet. Kur ja ka mbyll syt, o kuptu se ka vdek, kanë fillu me vajtu. Mos thot se ai ngarkohet, dënohet për shkak mëkatit ju. E si ka mundësi një tjetër, ula tezir wazir të muizre ukhra, ajet disa herë e përmend Allahu, askush nuk ngarkohet me mëkatin e tjetërit. Këto çka thojnë alimat? Pra, ky ajeti është ajet, hadithi sahih, nuk ka mundësi absolutisht kontradita me pas mes ajeteve, ose mes ajetit edhe hadithit sahih, ose mes dy haditheve sahija. Absolutisht. Vetëm duhet me gjetë mënyrën se si me i bashku këto dyja. Çka thonë alimat? Nëse njeriu e din se bojnë veprat të cilat nuk kanë vend në islam familjarët, atër ky duhet me lënë testament. Unë kur vdes, kështu mos me vepru. Këto mos me bo. Nëse e bojnë, atër është edhe ky mëkatar. Ose ekziston mundësia, nëse kalon testament, unë kur vdes me bo këto, me vluda, khatme, qelime, cilat janë jashta islamit, atër kë ngarkohet me ato mëkate. Pra, këto e ceka, ndoshta pak u zgjerova, derisa me thonë, çka të bën këto, me ato mermere, me ato harxhime, qindra mijë ndos, edhe mija shkojnë euro. Ose kënena çka të bën, ndoni me vlut, ose ndoni qelim, ose çka të koftë, edhe aty harxhon, qindra euro. Çka fiton me këtë gjest, me këtë vepër? Hidhrimin e Allahut. Sepse aty ndalume. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka vdek djali Ibrahimi, ka qajt, syti kanë lotu, lot, po pik loti. Ja atina me bo me vlut jakujna, ja atina me bo khatme jakujna. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, zemra po i kanë. Ju ka dhimbë, po dhimbna, po në dhimbet ndarja prej Ibrahimit, ka thonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kuraj se ka bo, ose 100 kusur mi sahabe nuk kanë ditë me bo diçka Resulullah a.s. E tash me dalë ma i meqër, pa dyshim se aty është hidhrimi Allahut. Në anën tjetër, 10 euro, 15-20 euro, ja troket derën një fukaras. Ka vdek baba, më ka vdek nana, për shpirt babës, për shpirt nanës, këtë sadaka po të jepi. Ti me atë 20 euro ja freskon sofrën, familjes varfër, e ajo familje me duat për zemërta, se gëzohën, na pasuroj me një ushqim sofrën, ja freskojnë varin. Me 20 euro që ka arrin, me 100 euro që ka arrin. Pra kjo është ajo mundësia e para, pra që ka thamë dua me bo për prind, cilë kam vdek, e dyta sadaka me dhomë për ta, edhe e treta me i vizitu shokt, lesis shoqet, në babës ose nanës, me u kujdes për ta. Edhe pas vdekjes tyre. Prindërit tanë të vdekur, a na shohin neve të gjallëve? Ja. Nuk ka kontakt. Allah thot në Kur'an, nuk dëgjon, me pa jose, pas nuk dëgjon. A e din gjendjen tonë të cilën jemi? Uma ente bi musmin me më fil kubur. Ti nuk mundesh me i dhonë dëgjimin ata cilë të në bareza. Kjo vlen për çdo njeri, prej Ademit, a.s. deri te njeri i fundit. Për jashtë bojnë vetëm 7 vetë. Cilët kanë dëgju pas vdekjes. Kush kanë qenë ata 7 vetë? Ata 7 vetë mushrik Kurejsh, cilët kur ka shku në sejdë pejgamberi sallallahu, në propozim të Ebu Gjehlit, ka qenë i deve, e kanë prej atër devet, edhe aty në zallë, në zetësi e kanë lonë zorët ato në brendshme çka i kanë pas, edhe ku ndërmon pa kufra dyshimi, kanë kalu ditë. Dhe do të kush është, mundet dikush me marr ato mbeturina,
brendshme të devës, Muhamedi me aqit në qafë kur shkon në sejdë. Dhe kështu kanë vepru, transmeton Abdullah ibn Mesudi, thotë nuk pat, se kjo krejt fillim të islamit, nuk pata guxim me shku me hjek dhe rësarët Fatimja, ajo qiks, vajza ati, s'kan mujt, e ka hjek, edhe këta, që shëtojmë na, ka na poshtë të e kesh. Kanë nënçmu e E ka nënçmu për në edhe kur është ngrit, emën, një nga një, i ka mallku. Si ka mallku, kanë pas frikë për i mallkimit. Ju ka hub qerja. Të shtatit, ditën e betejës së Bedrit, kanë qenë puse të thata të Bedrit. Të shtatit. Me Ebu Gjehel, Utbe bin Rebi, Shejbe bin Rebi, Umej bin Khalaf, Walid ibn Utbe, edhe tjerë shtatë gjithsejt, i kanë hudh në puse të Bedrit, edhe është afru i dërguari Ali Shalatu Selam, edhe po ju flet. Më thoni kanë fut të vdekur. Po të vdekur, të vdekur. Tash të vdekurve po ju flet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Hel wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Au realizu premtimi Allahut ndaj jush, Zotit ju, neve çka na premtoi Zoti unë u realizu, neve na premtoi fitim. Betejë më madhështor në histori krejt njerëzimit, edhe pse nuk ka zgjatë shumë disa orë, edhe pse pak ushtar ka pas, 1300 e diçka. Betejë më madhështor në histori krejt njerëzimit, kjo ka qenë pse vetëm në Bedër me armë në dorë kanë marrë pjesë melaçet. Ju ndihmon Allahu besimtarë përmes melaçeve, mënyra tjera, forma tjera, por me armë në dorë nuk ka ndodh as ka me ndodh, vetëm Bedër. Edhe po i thot, po i afrohet Umeri, ja Rasulullah, ente tunadi el ejsam bila ervah. O ti pejgamberi Allah, ti po ju flet trupave pa shpirta. Pro po e din këtë rregull Umeri, se i vdekur s'mund me ndëgju. Po i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma ja ibn al-Khattab, ma ente bi musme minhum. Kur gjoti nuk nin ma mirë se ata. Allah e ka i tregon, ja u ka kthy shpirtat për me i nënçmu. Ju ka dhënë mundësi me ndëgju, ju ka dhënë mundësi me fol. A u realizu poshtërsimi? Allah ju premtoi poshtërsim, nënçmim, disfat, humbje, e kanë pasur u realizu. Për ndryshe i vdekuri nuk mundet me ndëgju. Këto hyn pra edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, i cili thot, kur ju belliguni, kur dikush prej jush më jep ndërgon salavat selam, lillahi al-malaikatu sayhun, i ka në grup të me detyra të caktuar të melaçve Allahu, ju belligu ma përcjellin mu. Jo se ndëgjojnë, po melaçet ma bin, Allah ma kthen shpirtin, edhe pastaj unë ja u kthej selam, si për ndryshe nuk mund të më ndëgju. Allah shpëlbeft ose Amin, amin edhe juve. Pjesë morën këtë emision, e shifemi në emisionet e radhës. Kënaqësia është e ime, pa ta nderin që më keni respektuar dhe më keni thirrë musafir. Allah shpëlbeft. Amin edhe juve. Kusë ndërua ky pra ishte hoxha i nderuar Zekit Çerkezi, e ne shifemi nesër në emisionin e radhës. Selam aleikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu, 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 si firi popret. Zgjohu, 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 a do mbereqet. Falu, 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 namazi është drit. Falu, 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 me zemër e shpirt. Falu, 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 namazi është drit.